Ka një vajzë gjerash, do që s'dis që të shamarina. Për të 18-in vit radhës, Jaulona Folk Festival vjoj me natën e dytë pranë stadiumit Flamurtari, mbrëmjen e të dielës, ku vallet tradicionale sollën aroma nga shtetet të ndryshme të botës. Gërshetimi erdhi plot energji edhe në këtë mbrëmje, në sheshin i cili pati një publik të konsiderueshëm që ndoqi këtë mbrëmje vërtet festive. Festivali është në edicionin e 18 të tij, një histori vërtet e shkruar me muzikë, me tinguj, me këngë dhe me valle folklorike. Ky festival dhe Vlora jon, kështu edhe Shqipëria jon, është e listuar në kalendarin e CIOP, që është Këshilli Internacional i Organizimit të Festivaleve Folklorike. Është një organizëm botëror ku Vlora dhe festivali ynë shndrin dhe janë prej 18 viteve. Performancat ishin të ndryshme, përfshiktua ansamblin Krau i Shqiponjës Taif Madani, që erdhi në natën e dytë të këtij festivali, apo edhe këngëtari Gëzim Kaso, ashtu si kundër edhe këngëtarja Shyrete Osmanoloj. Gjithashtu ansambli Polonis solli emocione të tjera në skenën e Aulona Folk Festival, një performancë e cila ma gjepsi publikun me vallet tradicionale që u ndërturën mrekullisht me mjeshtërinë akrobatike. Në natën e dytë, mbrëmjen e të dielës, Aulona Folk Festival solli të tjera ngjyra të artit dhe kulturës, duke gërshetuar edhe traditën dhe historinë e kombeve që bëjnë pjesë e këtij festivali, tashmë në edicionin e 18.